Neda Balluku ka reaguar me një mesazh të fortë në rrjetet sociale pas largimit të papritur të Eglit nga Big Brother VIP Albania për arsye shëndetësore. Në një postim në Instagram, Neda shpreh ndjenjat e saj për ata që ajo i përshkruan si shpirtprishur dhe kazmat njerëzore. Këta individ, sipas saj, janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për të hequr vëmendjen e publikut. Ajo përdor një krahasim të fuqishëm me personazhin e famshëm Gregor Zemza nga novela Metamorfoza e Franz Kafkas, duke nënkuptuar zhvillimet e papritura dhe shndërrimet që ndodhin në jetë. Lexoj sonte fjalë. Pafund fjalë ndon se një kapitull mbyllet, shpirtprishurit e kazmat njerëzore që marrin frymë për të kapur një follo më shumë, nuk ndalen e vazhdojnë të rrokullisen me sekëlldi me veten. Më keq se Gregor Zamza kur u gdhi kandër dhe ndjeu neveri për atë që ishte shndëruar. Por mos harroni kurrë që një lule mbetet lule edhe kur vyshket në vjesh, edhe kur çel në pranverë. Dhe pranvera vjen sërish, thot Neda. Këto fjalë të Nedas shpërfaqin emocionalitetin e një situate të ndjeshme. Largimi i Eglit nga programi ka prekur shumë fansa dhe ka sjellë reagime të ndryshme në publik. Ajo fton individët që të reflektojnë mbi sjelljet e tyre dhe motivet që i shtyn ato. Në një kontekst më të gjerë, këtë mesazh mund ta kuptojmë si një kritik të kulturës së rrjeteve sociale, ku shpesh herë individ të ndryshëm e shndërrojnë privatësinë dhe ndjeshmërinë në një mjet për fitimin e vëmendjes. Kjo sjellje është një reflektim i shoqërisë moderne dhe presionit për të ndarë të gjitha aspektet e jetës në publik. Së fundmi, ajo nënvizon rëndësinë e mbetjes besnik ndaj vetvetes dhe vlerave të individit, pavarësisht se çfarë ndodhi në jetën e tyre. Edhe pas vështirësive, e vërteta dhe vlerat e dikujt mbeten të pandryshuara, thekson ajo, duke theksuar fuqinë e qëndresës dhe bukurisë së brendshme. Postimi i Nedas është një kujtesë e fortë për të gjithë ne se ndonse jeta është e papritur dhe ndonjëherë e vështirë, vlerat dhe identiteti ynë janë ato që na përcaktojnë. Një mesazh që ka potencialin të motivojë dhe ndihmojë shumë njerëz të lëshojnë te ngarkesat e pasigurisë dhe të kenë besim në vetvete. Një dritë e re dhe një frymë e re mund të vijë pas çdo vështirësie. Ajo që ndodhi në Big Brother VIP Albania nuk është vetëm një histori e re, por një mundësi për reflektim dhe rritje personale. Prandaj, është e rëndësishme të kujtojmë se çdo fund është gjithashtu